Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku i epurdhër jep vitaminat që duhet të marrin gratë çdo ditë për të trajtuar këto 3 probleme. Vitamina C. Vitamina C jep përfitime të ndryshme shëndetësore dhe rrit imunitetin, përshpejton proceset shëruese, ul rrezikun e sëmundjeve të këqija, dëmtimin e indeve dhe gjithashtu ndihmon në rritjen e tyre si edhe parandalon problemet kardiovaskulare. Gjithashtu ushqimet që e përmbajnë janë domatet, patatet, portokallet, brokoli, kiwi, grapefruti, specat dhe luleshtrydhet. Vitamina B7. Vitamina B7 ose thënë ndryshe biotina është e nevojshme për të rritur qelizat dhe njëkohësisht sintezën e acideve yndyrore. Ndihmon gjithashtu në shëndetin e mirë për rritjen e kockave. Ata të cilët vuajnë nga mungesa e theksuar, vuajnë nga depresioni, anemia, të skuqurat, thonjtë e brisht, funksionim jo normal i zemrës dhe letargji. Burimi më i mirë janë karrotat, thjerrzat, djathi, arrat, e verdha e vezës, peshku, specat, patatet e ëmbla, tërshëra, bajamet, bananet, kungulli, frutat e verdhë, orizi kaf dhe perimet me gjethe jeshile. Sipas ekspertëve, gjendet edhe tek qumshti dhe kosi. Vitamina E. Kjo vitamin ka aftësinë antimosh, çka parandalon dëmtimin e qelizave dhe ndryshimet në trup, të cilat lidhen pikërisht me moshën. Gjithashtu, ajo parandalon edhe humbjet e kujtesës, sëmundjet e zemrës dhe kataraktet. Gjendet tek gjalpi i kikirikut si një antioksidant dhe gjithashtu ndihmon edhe në forcimin e lëkurës, kockave, dhëmbëve dhe gjithashtu indeve të buta dhe membranave mykotike. Janë të pasura me ushqime si qumshti, papaja, kale, pjepri, specat e kuq dhe dritrat e fortifikuar. Vitamina B6. Vitamina B6 është vitale për sistemin tuaj imunitar, e stimulon trupin të prodhojë hormone dhe kimikatet e trurit duke parandaluar humbjen e kujtesës, sëmundjet e zemrës dhe depresionin. Gjithashtu trajton edhe të përzierat dhe të vjellat e shtatzanisë. Ushqimet e pasura me të janë farat, peshku, arrorët, banania, mishi, drithrat e fortifikuar dhe gjithashtu avokado, fasulet, frutat e thata. Vitamina K forcon kockat dhe ul rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Gjithashtu mund të merret nëpërmjet vajit të peshkut, ushqimet me drithra, vaji i sojës dhe gjithashtu perimet në fletë jeshile. Vitamina B9. Vitamina B9 ose acidi folik gjithashtu mundet të jetë shumë i rëndësishëm edhe në rastet e tensionit të lartë të gjakut, sëmundjeve të zemrës, depresionit dhe gjithashtu humbjeve të kujtesës. Mund ta konsumoni atë nëpërmjet pjeprit, vezëve, fasuleve, luleshtrydheve, perimeve me fletë jeshile të errët, lëngut të portokallit, shpargujve, drithrave, bishtajoreve. Vitamina B2. Vitamina B2, e njohur edhe si riboflavin, është esenciale për metabolizmin, shëndetin e mirë dhe rritjes normale. Mungesa shkakton sistem të ulët imunitar dhe gjithashtu ndikon metabolizmin tonë dhe funksionet neural. Të pasur gjithashtu me vitamin B2 janë qumshti, kërpudhat, bajamet, vezët, arrat, drithrat, të brëndshmet, djathi, kosi, perimet me gjethe dhe soja.
Vitamina B12. Kjo vitamin është vitale për ndarjen e qelizave, metabolizon edhe sintezën e proteinave dhe gjithashtu ndihmon kundër anemisë, humbjes së kujtesës dhe sëmundjeve të zemrës. Gjendet tek vezët, qumshti, djathi, peshku, kosi dhe cerealet të fortifikuar. Vitamina D. Kjo vitamin ndihmon gjithashtu në përthithjen e kalciumit, vital për shëndetin e kockave dhe ulë rrezikun e disa llojeve të sëmundjeve, si sklerozës dhe artritit. Ekspozimi në diell për rreth 10 deri në 15 minuta e ndihmon trupin të prodhojë sasinë e nevojshme ditore. Pavarësisht ushqyerjes së shëndetshme, shumë gra vuajnë nga mungesa e të paktën një ushqyesi të rëndësishëm. Sipas ekspertëve, çdo grua ka nevojë për vitaminën dhe acidet yndyrore dhe mineralet për të qenë sa më e shëndetshme. Këtu përfshihen vitamina A, C, D, E, K dhe B. Ekspertët paralajmërojnë se nëse nuk do të ekzistonin suplementët, 75% e grave do të vuanin nga mungesa e një ose më shumë ushqyesve. Cilat janë vitaminat më të mira për gratë? Mungesa e vitaminave do bëson aftësinë e një gruaje për të mbijetuar lindjes së një fëmije, për të kapërcyer infeksione dhe për të rimëkëmbur nga sëmundjet. Për shembull, mungesa e vitaminës K, D dhe kalciumit e bën një grua më të predispozuar që të vuajë nga osteoporoza. Mungesa e vitaminave A dhe C do bëson shikimin tek gratë. Pavarësisht moshës, këto janë vitaminat më të mira që çdo grua duhet të marrë me patjetër. Sipas ekspertëve, ju duhet të merrni vitaminën C, A dhe E. Këto vitamina futen në grupin e antioksidantëve. Ato luftojnë radikalet e lira, përshpejtojnë plakjen dhe nxisin sëmundje që prekin në zemrën dhe gjithashtu syt, lëkurën dhe trurin. Vitamina D3. Sipas ekspertëve, kjo vitamin merret nga ushqime si për shembull vezët, produktet e bulmetit dhe disa kërpudha. Pjesa më e madhe e vitaminës D merret fal ekspozimit në diell, ndërkohë vitamina D3 është thelbësore edhe për shëndetin e kockave, trurit, humorin dhe njëkohësisht ekuilibrat hormonal. Vitamina K. Kjo vitamin është e rëndësishme për parandalimin e sëmundjeve të zemrës, por edhe për shëndetin e kockave. Gratë që marrin antibiotik për një kohë të gjatë kanë nivele të ulta të vitaminës K. Ka 2 lloje vitaminash K, K1 e cila merret nga perimet dhe K2 që merret nga produktet e bulmetit. Vitaminat B. Vitamina B përfshirë folatin janë shumë të rëndësishme për shëndetin e një gruaje. Ato parandalojnë në lodhjen dhe përmirësojnë funksionet e trurit. Vitamina B e cila gjendet tek veza, peshku, mishi, qumshti dhe kosi, por njëkohësisht gjendet edhe në ushqime të pasura me folat si spinaqi, shpargu, agrumet dhe fasulet. Hekuri. Nevoja për hekur tek një grua është më e madhe në ditët e ciklit. Gratë që kanë mungesa të hekurit dhe të vitaminës B12 vuajnë nga imuniteti i dobët, lodhja, infeksionet fatale dhe gjakderdhja e tepërt. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë,
Kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.